Moti i keq që ka përfshirë vendin tonë ditët e fundit ka shkaktuar problematika serioze në disa zona rurale, duke bllokuar qarkullimin dhe duke rrezikuar sigurinë e banorëve. Në fshatin Cernalev, në zonën poshtë rrugës që të çon drejt fshatit Borje, disa familje ndodhen në rrezik të drejt për drejt për shkak të shkarjeve masive të dherave dhe rrugës. Prurjet e shumta të ujit si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut dhe dëborës kanë destabilizuar terrenin dhe kanë krijuar një situatë alarmante. Sasi të mëdha dherash po rrëshqasin drejt banesave, duke u afruar rrezikshëm me 3 shtëpi. Banorët shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, pasi situata përbën një kërcënim serioz, jo vetëm për pronën, por edhe për jetën e tyre. Ndërkohë, për sa i përket situatës në tërësi në qarkun e Kukësit, raportohen përmirësime të dukshme. Rreshjet janë ndërprerë, ndërsa niveli i emergjencës është ulur në disa zona problematike. Nga ana e bashkive Kukës, Haz dhe Tropoj, po punohet për riparimin e dëmeve të shkaktuara në 3 ura dhe 4 akse rrugore. Ndërhyrjet po kryhen në njësitë administrative Zapod, Shishtavec, Topojan dhe Bushtric me qëllim rikthimin e qarkullimit normal dhe garantimin e sigurisë për banorët. Autoritetet lokale vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa u bëhet thirrje e qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo problematik që mund të rrezikojë jetën apo pronën.